shpërmuar. Si? Për të shpërmuar. Po atë po të them pra, kjo është strategji. I biem, shofim dikë. Aldo ma ka thënë mua që në prajmin e parë. Kjo tendenca jote për protagonizëm, më tha, është shumë e çuditshme dhe mua do më kesh nga pas gjithmonë. Dhe unë këthem dhe i them, se kemë rritë? Aldo, po. Aldo t'gjoj, thash. Unë kam që 15 vjeç jam protagonist në teatr. Dhe i them, nga greqishtja protagonist do të thotë luftëtar i parë. Ai që hidhet i pari në betejë. Ti nuk e di përse e thua. I thash, po si të duash, hapur e ke rrugën, po do më kesh gjithmonë, tha aty. Mirë, thash në rregull. Dhe nga dita e parë, e ati prajmi, që erdhëm këtu, a i priti ditën e 65 të thoshte diçka për mua. Pse? Sepse i duhej diçka. I duhej debat për të ekzistuar dhe për mua çudia nuk është deri në ditën e 60, se hajde mo, futeshin dilnin lojtarë të dobët, e kupton? Po nga dita e 65 deri sot që është e 95 apo gdhim, ai ka 30 ditë që mbijeton vetëm duke goditur njerë mua, njerë godet te nga krau, do më thënë, vetëm, kupton, si mbijeton. Nuk ka gjithë të vetën. Thjesht bën akuz dhe një njeriu tjetër.